Ka histori që të lën pa fjalë, dhe pastaj është historia e Drane Jakës, një nën shqiptare e intërnuar në kampet famkeqe të komunizmit, me surisë, sëmundjeve dhe vdekjes. Humbi djalin e saj vetëm 2 vjeç. Zefi i vogël vdiq në kampin e Turanit, aty ku brenda një dite humbën jetën 33 fëmijë. Në ato ferë njerëzit nuk kishin më as forcë për të hapur varre. Foshnjat hidheshin në një grop të përbashkët, sidomos ishin njerëz. Por Drane Jakja nuk lejoi që djali i saj të përfundonte ashtu. Me duart e veta, ajo hapi një varr pranë varreve të ushtarëve italian dhe e varrosi Zefin me nderin e fundit që mund t'i jepte një nën. Por tragjedia nuk mbaroi aty. 3 muaj më vonë, kur mori lajmin se do të lirohej nga internimi, Drania mori një vendim që edhe sot duket i pabesueshëm. Ajo nuk pranoi ta lindte djalin e saj në atë tokë të mallkuar. Në mesnat, bashkë me vajzën e saj të madhe, u kthye fshehurazi në Turan, e gjeti varrin dhe nisi të gërmonte me duart e saj. Gishtat i kullonin gjak, por ajo nuk ndalej. Dhe kur më në fund e nxori trupin e vogël të Zefit nga dheu, ndodhi diçka rënqethëse. Fytyra e tij ende nuk ishte prishur. Drania e mbështolli me çarqaf të bardhë dhe për 7 javë e mbajti fshehur në kampin e Tepelenës, duke e larë çdo javë me ujë të ftohtë dhe raki, vetëm që djali i saj të mos shpërfytyrohej. Pastaj nisi udhëtimin më të dhimbshëm të jetës së saj, kaloi male, lumenj dhe rrugë të pafundme, vetëm që Zefi të prehej në vendlindje pranë të parëve të tij. Kjo nuk është legjend. Kjo është historia vërtetë e një nëne shqiptare që sfidoi vdekjen, ferrin dhe komunizmin vetëm për të mos e lënë djalin e saj vetëm.